Në Big Brother Kosova, situatat më të thjeshta mund të shndërrohen në diskutime të forta dhe tensione emocionale mes banorëve. Një nga episodet më të fundit tregoi këtë qartë, duke përfshirë Tonin, Elionën dhe debatin që pasoi në Prime. Toni u ndjej i provokuar kur zbuloi se mbathjet e Elionës ishin lënë te krevati i tij. Për të, gjesti nuk ishte thjesht një shaka e vogël, ishte ndërhyrje në hapësirën e tij personale, një shenjë mungese respekti dhe një provokim që preku nervat. Atmosfera në shtëpi u tensionua menjëherë, sepse në Big Brother çdo send personal mund të interpretohet si mesazh apo provokim. Pas incidentit, në Prime u zhvillua një diskutim i gjatë dhe i tensionuar mes banorëve. Pse ndodhi kjo? Aja, Eliona, e bëri me qëllim apo ishte një aksident? Debati shërbeu për të eksploruar nuancat e situatës dhe për të kuptuar motivet. Por gjithashtu nxiti ndjenja dhe përgjigje të forta. Për disa, gjesti ishte provokues dhe i qëllimshëm, për të tjerët mund të ishte thjesht një veprim pa dashje, një shaka që doli jashtë kontrollit. Toni, duke u ndjerë i cenueshëm, e përjetoi incidentin shumë seriozisht. Për të, mbathjet nuk ishin thjesht objekte, ato përfaqësonin respektin dhe hapësirën personale, dhe ndërhyrja në të tregonte një nivel të papërshtatshëm të provokimit. Reagimi i tij ishte i natyrshëm. Nervat e tensionuar dhe ndjenja e mungesës së respektit e bën situatën të duket më e rëndë se sa mund të duket për shikuesit jashtë. Ky episod tregoi një herë tjetër se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe test i durimit dhe kontrollit emocional. Çdo veprim, edhe më i vogël, ka pasojat e veta dhe mund të provokojë përplasje që ndonjëherë zgjasin shumë. Banorët duhet të mësojnë të menaxhojnë këto situata, ndërsa publiku i ndjek dhe gjykon jo vetëm lojën, por edhe mënyrën se si secili përballon stresin dhe provokimin. Në fund, episodi i mbathjeve të Elionës nuk ishte thjesht një incident i vogël. Ishte një test i durimit të Tonit, një disku. Në Big Brother Kosova, shpesh janë veprimet më të vogla që krijojnë konflikte të mëdha dhe zgjerojnë tensionin mes banorëve. Një nga episodet më të fundit tregoi këtë dukuri në mënyrën më të qartë, duke përfshirë Labinotin, Benitën, Elionën dhe Tonin. Labinoti bëri një vëzhgim që ai e konsideroi si provokues ndaj Benitës. Sipas tij, Eliona kishte futur mbathjet e Tonit te koka e jestikut ku flen Toni, një veprim që mund të duket i parëndësishëm jashtë shtëpisë, por që këtu u lexua si provokim i qëllimshëm. Në një ambient të mbyllur dhe të tensionuar, ku çdo gjest interpretohet nga banorët dhe nga publiku, ky aksion i vogël mori rëndësi të madhe. Benita reagoi menjëherë. Për të, futja e mbathjeve te krevati i Tonit nuk ishte një shaka e pafajshme, por një tentativë për ta provokuar dhe për të shkaktuar konflikt. Reagimi i saj tregoi se sa lehtë një veprim i thjeshtë mund të shkaktojë tension emocional në lojë dhe se gjithçka, madje edhe sendet më të zakonshme, mund të përdoren si armë psikologjike. Toni, i përfshirë pa faj në situatë, u gjet në qendër të tensionit. Krevati i tij, një hapësirë personale, u përdor për të nxitur konflikte dhe reagimi i tij ishte i lidhur jo vetëm me veprimin, por edhe me atmosferën e tensionuar që krijohet në shtëpi kur banorët ndihen të provokuar. Labinoti, duke e vëzhguar këtë situatë, interpretoi gjithçka si provokim të qëllimshëm ndaj Benitës. Për publikun, kjo shton dramatizmin. Çdo gjest i vogël i bërë për shaka mund të perceptohet si sulm personal dhe të shkaktojë përplasje mes lojtarëve. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe test emocional. Durimi, kontrolli mbi nervat dhe aftësia për të menaxhuar provokimet janë po aq të rëndësishme sa aleancat dhe taktikat. Një veprim i vogël mund të shndërrohet në simbol të konflikteve të mëdha dhe të ndikojë në marrëdhëniet mes banorëve. Në fund, episodi me mbathjet nuk ishte thjesht një shaka e vogël, por një shembull i që. Pas një debati të ashpër që përfshiu Praimin, tensioni në shtëpinë e Big Brother Kosova arriti kulmin në përplasjen mes Arditit dhe Albës. Një moment që filloi si shkëmbim fjalësh në vapën e lojës, por që shumë shpejt kaloi çdo kufi të debatit normal. Arditi, i irrituar dhe i ngarkuar emocionalisht pas përplasjes, ju drejtua Albës me një fjalë të rëndë: "Ke me ira pishmanit që ke hi në Big Brother Kosova." Ishte një deklaratë e fortë, kërcënuese në ton, që synonte ta godiste emocionalisht Albën dhe t'i tregonte se loja për të do të bëhej edhe më e vështirë. Në Big Brother, fjalë të tilla zakonisht nuk mbesin pa përgjigje, dhe as kësaj here nuk ndodhi ndryshe. Alba reagoi menjëherë, por reagimi i saj shkaktoi edhe më shumë tronditje. Ajo e etiketoi Arditin me një term personal, duke e përdorur orientimin seksual si ofendim.
Një moment që e uli debatin në një nivel tjetër dhe që u pa gjërësisht si te kalimi rënd i kufive njerëzor, këtu loja ndaloj së qeni strategji dhe u shndërua në fyrje. Sepse pavarësisht nervave, pavarësisht konfliktit, përdorimi i identitetit personal si armë nuk është argument, është poshtërim. Dhe në një ekran publik, ky lloj komunikimi ka peshë shumë më të madhe se sa brenda mureve të shtëpisë. Praimi, i përfshirë në këtë trekëndësh tensioni, u gjend mes dy zjarreve. Konflikti i tij i mëparshëm me Albën ishte shkëndija që ndezi situatën, por përplasja mes Arditit dhe Albës e ktheu gjithçka në kaos verbal. Zërat u ngritën, nervat u tendosën dhe shtëpia humbi çdo ekuilibër për disa minuta. Ky episod nxori në palë disa probleme serioze që Big Brother Kosova po përballet gjithnjë e më shpesh: kërcënimet emocionale, fjalët që synojnë frikësimin dhe përdorimi i etiketimeve personale si mënyrë për të fituar debat. Publiku nuk po shikon më vetëm kush ka strategji më të fortë, por kush di të ruaj dinjitetin edhe në konflikt. Arditi u kritikua për tonin dhe fjalinë e thënë në nerva, ndërsa Alba u kritikua edhe më ashpër për gjuhën e përdo. Pas një debati të ashpër që përfshiu Praimin, tensioni në shtëpinë e Big Brother Kosova arriti kulmin në përplasjen mes Arditit dhe Albës. Një moment që filloi si shkëmbim fjalësh në vapën e lojës, por që shumë shpejt kaloi çdo kufi të debatit normal. Arditi, i irrituar dhe i ngarkuar emocionalisht pas përplasjes, i u drejtua Albës me një fjalë të rëndë: "Ke me ira pishmanit që ke hi në Big Brother Kosova." Ishte një deklaratë e fortë, kërcënuese në ton, që synonte ta godiste emocionalisht Albën dhe t'i tregonte se loja për të do të bëhej edhe më e vështirë. Në Big Brother, fjalë të tilla zakonisht nuk mbesin pa përgjigje, dhe as kësaj here nuk ndodhi ndryshe. Alba reagoi menjëherë, por reagimi i saj shkaktoi edhe më shumë tronditje. Ajo e etiketoi Arditin me një term personal, duke e përdorur orientimin seksual si ofendim. Një moment që e uli debatin në një nivel tjetër dhe që u pa gjërësisht si te kalimi rënd i kufive njerëzor. Këtu loja ndaloi së qeni strategji dhe u shndërua në fyrje. Sepse pavarësisht nervave, pavarësisht konfliktit, përdorimi i identitetit personal si armë nuk është argument, është poshtërim. Dhe në një ekran publik, ky lloj komunikimi ka peshë shumë më të madhe se sa brenda mureve të shtëpisë. Praimi, i përfshirë në këtë trekëndësh tensioni, u gjend mes dy zjarreve. Konflikti i tij i mëparshëm me Albën ishte shkëndija që ndezi situatën, por përplasja mes Arditit dhe Albës e ktheu gjithçka në kaos verbal. Zërat u ngritën, nervat u tendosën dhe shtëpia humbi çdo ekuilibër për disa minuta. Ky episod nxori në palë disa probleme serioze që Big Brother Kosova po përballet gjithnjë e më shpesh: kërcënimet emocionale, fjalët që synojnë frikësimin dhe përdorimi i etiketimeve personale si mënyrë për të fituar debat. Publiku nuk po shikon më vetëm kush ka strategji më të fortë, por kush di të ruaj dinjitetin edhe në konflikt. Arditi u kritikua për tonin dhe fjalinë e thënë në nerva, ndërsa Alba u kritikua edhe më ashpër për gjuhën e përdo. Në Big Brother Kosova shpesh herë nuk janë temat e mëdha ato që shpërthejnë konfliktet më të forta, por detajet më të vogla. Një send i harruar, një keqkuptim, një pyetje e bërë në ton të gabuar, dhe gjithçka merr flak. Pikërisht kështu ndodhi edhe në përplasjen mes tonit dhe lëndrimit, një debat që nisi nga mbathjet e Elionës. Situata u bë e çuditshme që në fillim mbathjet e Elionës u gjetën te krevati i lëndrimit, gjë që ngriti menjëherë dyshime, pyetje dhe komente në shtëpi. Toni ishte i drejtë për drejtë dhe kërkoi shpjegim. Jo vetëm për sendin në fjalë, por për atë që nënkuptoi pas tij. Sepse në një shtëpi ku çdo lëvizje shihet dhe komentohet, asgjë nuk mbetet pa kuptim. Kur lëndrimi u pyet, ku i ke mbathjet? Përgjigjja e tij erdhi shpejt, por jo pa e rritur konfuzionin: mbathjet e mia i kam lënë te koka e krevatit të Klodit. Një fjalë e thjeshtë, por që nuk e uli tensionin. Përkundrazi, e shtoi. Sepse pyetja nuk ishte më vetëm për mbathjet, por për rendin, respektin dhe kufit personal në një hapësirë të përbashkët. Toni e pa këtë situatë si mungesë serioziteti dhe përgjegjësie. Në zërin e tij kishte nerv, por edhe lodhje nga situatat e përsëritura ku gjërat personale shndërrohen në burim debati. Për të, kjo nuk ishte çështje mbathjesh, por çështje respekti ndaj hapësirës dhe njerëzve të tjerë. Nga ana tjetër, lëndrimi u ndjej akuzuar padrejtësisht. Ai u përpoq ta minimizonte situatën, duke e paraqitur si një keqkuptim banal që po fryhej pa nevojë. Por në Big Brother, minimizimi shpesh lexohet si shmangje përgjegjësie, dhe kjo e acaroi edhe më shumë tonin. Debati u rrit, zërat u ngritën dhe ajo që nisi si një pyetje e thjeshtë u kthye në përplasje karakteresh.
Toni kërkon të sqarim dhe rregull, ndërsa lëndrimi kërkon të mbyllte temën dhe të mos I jepej më shumë rëndësi se ç'duhej. Publiku pa edhe një herë se si presioni I përditshëm në shtëpi I bën banorët të reagojnë fort edhe për gjëra që jashtë do të dukeshin qesharake. Por brenda Big Brother. Në Big Brother Kosova ka debate që kalojnë dhe ka ndarje që mbesin. Ndarje që nuk bëhen me britma, por me fjalë të ftohta, të qarta dhe përfundimtare. Pikërisht kështu ndodhi në momentin kur Fjolla ja tha hapur Arditit atë që kishte kohë që e mbante brenda, pa ngritur zërin, por me një ton të prerë, Fjolla vendosi kufirin, Ardit, nga sot I ke të mbyllura çdo gjë me mua. E humbe miqësinë që pate me mua. Nga miza e bëre qullin, bravo të qoftë. Nuk më intereson miqësia jote. Këto fjalë nuk ishin shpërthim nervash. Ishin vendim. Ishin rezultat I një zhgënjimi të grumbulluar, I një besimi të thyer dhe I një ndjenje se durimi kishte marrë fund. Fjolla nuk po debatonte më, ajo po mbyllte një kapitull, miqësia mes saj dhe Arditit kishte qenë e qetë, e ndërtuar gradualisht, pa shumë zhurmë. Por në Big Brother, shpesh janë pikërisht këto marrëdhënie të heshtura që thyen më rënd. Sepse kur nuk pret goditje, zhgënjimi dhem më shumë. Shpreja nga miza e bëre qullin tregoi qartë se për Fjollën, Arditi kishte egzageruar. Kishte komplikuar situata të vogla dhe kishte lejuar që keqkuptimet të shndërroheshin në probleme të mëdha. Dhe në vend që t'i zgjidhte, I kishte përkeqësuar. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të fortë ishte indiferenca që pasoi. Fjolla nuk kërkoi shpjegime, nuk la derë hapur për sqarim. Kur tha nuk më intereson miqësia jote, ajo I hoqi Arditit çdo rol emocional në lojën e saj. Dhe në Big Brother, kjo është ndër goditjet më të forta që mund t'i bësh dikujt. Arditi u gjen përballë një realiteti të ashpër, heshtja dhe pozicionimi I paqartë kanë kosto. Në një shtëpi ku çdo marrëdhënie është edhe strategji, humbja e një aleati nuk është vetëm emocionale, por edhe taktike. Ky moment shënon një kthes të rëndësishme për të dy. Fjolla del më e vendosur, më e ftohtë dhe më e fokusuar te loja e saj, pa barë emocionale. Ndërsa Arditi mbetet I izoluar, I detyruar të rishikojë çdo hap që ka bërë deri tani, publiku e paqartë, kjo nuk ishte dramë për kamera. Në Big Brother Kosova ka momente kur debati nuk zhvillohet më për atë që po ndodh, por për atë që mund të thuhet. Pikërisht aty loja merr një kthes të rrezikshme, sepse fjala bëhet kërcënim dhe heshtja shndërrohet në presion. Përballja mes Arditit dhe Fjollës ishte një nga ato momente të rënda, ku tensioni u ndje në ajër. Arditi, I ngarkuar emocionalisht dhe I vendosur për të mos u tërhequr, I drejtohet Fjollës me një ton të ftohtë, por plot nënkuptime. Unë nuk dua t'i them edhe gjërat e fundit, se pastaj ti nuk je më në këtë shtëpi. Ti je turpi. Fjalë të rënda. Jo vetëm akuzë, por paralajmërim. Një fjali që nuk flet për debat, por për pushtetin e informacionit. Në Big Brother, të thuash se di gjëra që mund ta nxjerrin dikë jashtë shtëpisë është një nga format më të forta të presionit psikologjik, por Fjolla nuk u stet. Nuk u përpoq të qetësonte situatën, nuk kërkoi të mbyllej debati. Përkundrazi, qëndrimi I saj ishte sfidues, I drejtë për drejtë dhe pa frikë. Dhe pikërisht këtu ndërhyn Fiona, me një reagim që I vuri flakën situatës, thuaje. Çka din, nxirre. S'manin hiç çka thua ti, ishte një moment force. Një refuzim total për t'u frikësuar. Fiona nuk I la hapësirë lojës së nënkuptimeve. Ajo kërkoi që gjithçka të thuhej hapur, pa kërcënime. Pa gjëra të fundit që mbahen pezull për presion. Ky shkëmbim tregoi qartë se konflikti kishte kaluar nga keqkuptim në përplasje karakteresh. Arditi, duke mos I thënë gjërat e fundit, u përpoq të ruajë një epërsi morale ose strategjike. Por në sytë e publikut, kjo u lexua edhe si hezitim, si mungesë guximi për të dalë hapur. Nga ana tjetër, Fjolla dhe Fiona treguan se nuk pranojnë lojë frike. Qëndrimi thuaje po patet çka është një mesazh I fortë në Big Brother, ose flet, ose hesht, por mos kërcëno. Sepse kërcënimi pa veprim e dobëson pozitën e atij që e bën. Kjo përballje shënoi edhe një herë se marrëdhënia mes Arditit dhe Fjollës është e pakthyeshme. Nuk ka më miqësi, nuk ka më respekt, nuk ka më hap. Në Big Brother Kosova ka debate që kalojnë shpejt dhe ka momente që mbesin gjatë në kujtesën e publikut. Përballja mes lëndrimit dhe Arditit ishte pikërisht një nga ato momente kur loja ndalet për një çast dhe e vërteta, apo ajo që perceptohet si e vërtet, del brutalisht në sipërfaqe. Lëndrimi nuk e rrotulloi fjalën. Ja tha drejtë në sy, pa diplomaci, pa kalkulim, ti je njeri me dy fytyra.
Ti flet pas shpine. Shqyr që të pam tani pas pamjeve se kush je. Të doli fytyra e dytë. Ishte një akuzë e rëndë, e drejt për drejt, e ndërtuar mbi pamjet që banorët kishin parë më herët. Pamjet që, sipas lëndrimit, kishin qerë maskën e Arditit dhe kishin zbuluar një lojë të dy fish, një fytyrë përpara. Një tjetër pas shpinën, Arditi, i cili deri atë moment ishte pozicionuar si më i tërhequr, më i heshtur dhe shpesh neutral, u gjen përballë një etiketimi që në Big Brother është ndër më të rëndat, dy fytyrësia. Sepse në këtë lojë mund të jesh i fortë, i zhurmshëm apo strateg, por kur të quajnë njëri me dy fytyra, publiku fillon të dyshojë. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të fortë ishte koha kur ndodhi. Jo në fillim të lojës, por tani, kur pamjet, fjalët dhe prapaskenat po dalin një nga një. Dhe kur lëndrimi tha shqyr që të pam tani, ai nuk foli vetëm për veten, foli në emër të një pakënaqësie të akumuluar në shtëpi. Ky shpërthim nuk ishte thjesht nerv. Ishte zhgënjim. Ishte ndjesia se dikush ka luajtur me besimin, ka thënë një gjë në sy dhe një tjetër pas shpine. Dhe në një ambient ku gjithçka regjistrohet, çdo fjalë e thënë fshehurazi ka një ditë kur del në dritë. Nga ana tjetër, Arditi u përpoq të mbrojej, por pesha e akuzës ishte e madhe. Sepse kur pamjet flasin, mbrojtja bëhet më e vështirë. Publiku nuk dëgjon më vetëm shpjegimin, por krahason. Çfarë u tha në dhomë, çfarë u tha në prapaskenë, dhe kush ishte i sinqert. Ky moment shënon një pikë kthese në lojë. Jo vetëm për Arditin, por për të gjithë banorët. Sepse mesazhi ishte i qartë, maskat po bien dhe. Pas përplasjes së fortë me Braimin në shtëpinë e Big Brother Kosova u hap një tjetër front tensioni, këtë herë mes Fjollës dhe Arditit. Një situatë që nuk shpërtheu me britma, por me fjalë të ftohta, të drejtë për drejta dhe ndoshta më të dhimbshme se çdo debat i zhurmshëm. Fjolla e tha hapur, pa filtra, Arditin e kam ofru. Ju e keni lënë anash krejt Arditin. I jap dorën me marr krahun, po kur të vi puna. Nuk më intereson fare, as Arditi. Këto fjalë ranë, sepse nuk ishin thjesht shgënjim, ishin shkputje. Ishin momenti kur një aleancë e pashkruar u kaput publikisht. Fjolla foli si dikush që ka dhënë mbështetje, që ka qëndruar afër. Por që ndjen se kjo afërsi nuk u kthye kurrë mbrapsht. Në Big Brother, afrimi nuk është vetëm shoqëri, është rrezik. Kur thua ta kam dhënë dorën, do të thotë ke vënë veten në pozitë të ndjeshme. Dhe kur ndjen se tjetri nuk të mbron, nuk të përmend, nuk të qëndron krah kur duhet, shgënjimi shndërrohet në indiferencë. Arditi, nga ana tjetër, u duki vendosur mes dy zjarreve. I lën anash nga grupi, i përmendur si dikush që nuk u përfshi sa duhet, por njëkohësisht i akuzuar se nuk e ktheu mbështetjen në momentin e duhur. Heshtja e tij në disa raste u lexua si ftohtësi, ndërsa nga të tjerë si strategji për të mos u përfshirë më thellë në konflikt. Por Fjolla nuk foli vetëm për Arditin. Ajo foli për një ndjenjë më të madhe padrejtësie, për mënyrën si disa banorë përjashtohen, përdoren si numra dhe më pas harrohen. Dhe kur ajo tha nuk më intereson fare, nuk ishte mungesë ndjenje, ishte mbrojtje. Ishte vendosje kufiri, përplasja me Braimin ishte shkëndija, por kjo deklaratë ishte zjarri që tregoi çfarë po zihen prej kohësh. Sepse Big Brother nuk prishet nga një debat i vetëm, por nga grumbullimi i gjërave të pathëna, publiku e paqartë. Kjo nuk ishte lojë për kamera. Ishte një moment i sinqert, ku Fjolla zgjodhi të mos mbajë më peshën e dikujt tjetër mbi supe. Dhe Arditi, pavarësisht simpatisë që ka, u gjen përballë një re. Shtëpia e Big Brother Kosova ka parë shumë debate, por ajo që ndodhi së fundmi me Albën ishte një moment i rëndë, ku loja rrezikoi të humbas çdo mas. Pas tensioneve të akumuluara dhe konflikteve të njëpasnjëshme, situata doli jashtë kontrollit. Banorët, njëri pas tjetrit, i usulën Albës jo më si lojtare, por si person. Fjalët nisën të bien si goditje. Akuza, ironi, etiketime. Ti je sëmur, nuk dukesh mirë, shkopi ilaçet sot, kështu si budallaqe ke qenë gjithmonë. Nuk ishte më debat, ishte një korzërash kundër një personi të vetëm. Një skenë që e bëri publikun të ndalet dhe të pyes, ku mbaron loja dhe ku fillon bullizmi? Alba, me gjithë provokimet e saj të mëparshme, u gjen përballë një muri njerëzish. Edhe për një lojtar të fortë, ky është një presion i jashtëzakonshëm. Sepse kur kritika kthehet në sulm personal dhe shëndeti mendor përdoret si armë, loja humbet dinjitetin. Ironikisht, ajo që banorët menduan se ishte hakmarrje për provokimet e Albës, në sy të publikut u duk si teprim.
Big Brother është eksperiment social, por jo justifikim për linçim kolektiv. Kur të gjithë flasin njëkohësisht, askush nuk ka më të drejtë morale. Kjo situatë nxori në pa edhe një tjetër problem, sa lehtë përdoren fjalë të rënda për shëndetin mendor. Të thuash je e sëmur apo pi ilaçet nuk është argument. Është poshtërim. Dhe në një ekran që ndiqet nga mijëra njerëz, këto fjalë bëhen shembull i keq. Alba mund të ketë gabuar, mund të ketë provokuar, mund të ketë kaluar kufi më herët. Por përgjigjja ndaj gabimit nuk është turpërimi publik. Sepse në atë moment, loja nuk fitohet nga askush, humbin të gjithë. Big Brother Kosova gjithmonë ka testuar nervat, por ky episod testoi edhe ndërgjegjen. Publiku nuk po shikon vetëm kush flet më fort, por kush di të ndalet. Kush e kupton se forca e vërtet nuk është të sulmosh kur je në shumicë, por të ruash njerëzillukun edhe kur ke arsye të jesh i zemëruar. Në fund, kjo ngjarje mbetet si një paralajmërim i qartë, strat.